Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić tha se dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqëson një pikë kthese në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe përfshin një pjesë të gjerë të bashkëpunimit nga forcimi i paqes dhe sigurisë deri te ekonomia, energjia, infrastruktura, arsimi dhe digitalizimi. Ai vlerësoi se Serbia udhëheq një politikë të jashtme të bazuar në përputhje me interesat kombëtare dhe se pavarësisht burimeve të kufizuara arriti të zhvillojë marrëdhënie intensive diplomatike në të gjithë botën. Drejtori ekzekutiv i iniciativës Pupin Vukvelebit vlerësoi se vendosja e dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës është një hap historik përpara në marrëdhëniet midis dy vende, i cili siguron Beogradit një kanal të përhershëm komunikimi me Washingtonin pavarësisht ndryshimeve në administratë. Ai theksoi se nuk pret një ndryshim në politikën amerikane ndaj Kosovës, por se Washingtoni po flet shumë më ashpër sot për lëvizjet e njëanshme të Prishtinës dhe kërcënimin e drejtave të serbëve në Kosovë. Sot të 11 shtëpisë të largimit të cilave është paralajmëruar më parë nga kompania Ibar Lepenac u shembën në bregun e liçenit të Gazivodës me ndihmën e policisë së Kosovës. Drejtori i kësaj kompanie, Faruk Mujka, tha se objektet ndodhen në tokën që është shpronësuar për qëllimin e rezervuarit dhe se largimi i tyre është pjesë e mbrojtjes së një burimi strategjik, duke deklaruar se çdo uzurpim i asaj hapësire kërcënon interesin publik. Përndryshe, një javë më parë u mbajt një takim ku pronarët e shtëpisave, të cilët u informuan se ndërtesat e tyre do të shembeshin, theksuan se janë të gatshëm për një marrëveshje, madje edhe për të paguar qira nëse është e nevojshme. Prishja me dhunë shtëpisave në liçenin e Gazivodës, të cilët kanë qenë në pronësinë e serbëve për dekada, është një akt i ri i paligjshëm dhe i terrorit nga Albin Kurti dhe u krye për asnjë vendim gjykate i paligjshëm dhe i turpshëm me qëllimin e hakmarrjeve ndaj serbëve, sipas deklaratës së zyrës për Kosovë dhe Metohi, siç u theksua. Ky është një demonstrim brutal i fuqisë e institucioneve të përkohshme në Prishtinë, të cilat shkelin rregullorat e veta vetëm kur është e nevojshme të godasin popullin serb, si dhe një vendim i ri përshkallëzues i udhëhequr nga Albin Kurti për të destabilizuar veriun e Kosovës. Argumentet përfundimtare në procedurën kundër Milorad Djokovic nga vetomërica, i cili akuzohet për krime të dyshuara lufte, u paraqiten sot para divizionit special të gjykatës themelore në Prishtinë. Prokurori Bekim Kodraliu kërkoi që gjykata të shpallë Djokovicin fajtor t'ia zgjas paraburgimin deri në dhënien e dënimit, duke deklaruar se provat e paraqitura sipas qendrimit të prokurorisë konfirmojnë përgjegjësinë e tij. Djokovic u arrestua në qershor të vitit 2022 që edhe atëherë ndodhej në paraburgim. Deri në arrestimin e tij, ai ishte i vetmi serb që jetonte në Vitomeric, ku shtëpia e tij u doq gjatë përndjekjes së marsit të vitit 2004. Presidentja në detyrë e Kosovës, Albolena Haxhiu, nënshkroi dekretin për shkarkimin e 7 prokurorëve nga komuniteti serb që dha ndërheqje në vitin 2022. Ajo deklaroi se kjo i dha fund një procesi shumë vjeçar pas vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe tha se institucionet duhet të funksionojnë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, pa pasiguri ligjore të shkaktuar nga procedurat e papërfunduara. Në Kosovë, çmimi i karburantit është rritur përsëri, kështu që çmimi maksimal i naftës është rritur për 2 cent dhe arrin në 1,66 euro për litër, ndërsa benzina është më e shtrenjtë me 1 cent dhe kushton 1,47 euro. Çmimi i benzinës mbeti i pandryshuar në 60 cent për litër dhe çmimet e reja vlen nga ora 10. 1 litër naftë është rritur në Kosovë për 16 cent krahasuar me javën e kaluar, prandaj ekonomistët dhe ekspertët e tregut të karburanteve vlerësojnë se nuk pritet një stabilizim i shpejtë i çmimeve dhe i bën thirrje qeverisë në mandatin teknik përveç limitit maksimal të çmimit të prezantojë edhe masa të tjera të reja.
Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira dhe me i fresket me reshje shiu dhe bubullima, gjatë mëngjesit reshjet më të dendura dhe stuhi janë të mundshme në rajonet jugore dhe qendrore të Serbisë dhe kthjellimi pritet pasdite dhe në mbrëmje. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 16 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 24 deri në 28 gradë Celsius.